Me shumën aktuale 140 denar për vaktin studentor, studentët mund të blejnë ushqime të shpejta, por jo edhe një hamburger, çmimi të cilin e varësi të ofertave në Shkup, në disa vende kalon edhe 200 denarshin, kifle ose gjevrek, me jogurt ose me ajran. Janë ofertat dhe menyjt e furrave të bukës, që më së shumti u konvenojnë studentëve që të mund të shpenzojnë 140 denaret e vaktit studentor. Kjo shumë është shumë e ulët për të lejuar që të blejnë ushqime të shëndetshme, pasi çmimet e produkteve shkojnë në rritje gjithnjë më shumë, thonë studentët, të cilët disa janë në pritje që të marrin kartelat pasi kanë aplikuar, ndërsa disa të tjerë nuk kishin arritur të pranohen për shkak të kushteve që duhet plotësuar. Ne nisam prihvatenas. Odbijen sam. Pišu da ne sam bil redovan student. Ja se prihvatam. Treba kartička si zemam samo. Da, znači dovoljno se 140 dinari dnevno da se... Mislim da ga 150 ги направя сега, ама... не се доволно, ама колко толкова. Колко толкова? Да. На що će možda ги трошите? Що, на поручек нещо от пекара, що може? Па според мен не се нещо много, ама по-ovo nego ništa. По-ovo nego Да. ništa. Na što ги трошиш? Па ќе касно нещо пecivo, не знам, некој оброк. Сега ја правят и некои комбинации, студентски комбинации, ќе спазарам нещо за дома. Ma не е премного, ама е многу повеќе од нула дефинитивно, така да, во ред. Во однос на студентскиот оброк, исто јас би рекол дека сум задоволен, но сепак треба и студентите да се усогласат со можностите кои што им се дадени. Periudha e aplikimit për vaktin studentor zgjati nga 15 gushti deri me 5 shtator, ndërsa studentët presin rritje të shumës së vaktit studentor për shkak të çmimeve të larta të produkteve. E drejta për të subvencionuar vaktin studentor nuk mund të shfrytëzohet në periudhën nga 1 korriku deri me 1 tetor të vitit, si dhe gjatë festave zyrtare dhe ditëve jo të punës.